Denis, qysh do të më ka një femën ideale për ty? E meshme, si konate që po thot vëllau. Qysh mundesh mos me dash nanën për shembull. Po thot s'po du vëlla, po du më kanë vesh me ty rahat, kje plak shka po më vyn. E kap derën, jo, kalofsh bukur. Seriozisht? Jo, më po nanën teme se ja për kërkon. Bravo të koft. Jo, më as babën. Po tham si nana eme s'ka. Po mujt me gjetë një nuse si nana eme. Ja, valla, nusën si nana së në gjanë kur. Jo, valla, veç edhe shka po të tham. Edhe nuse, me djetë që komë ta desh nanën, o pasha zotin korja. Denis ka bashe, I ka I tje, Denis? i Prizrenit. I Prizrenit Ferizaj? Qka të pruni, Denis Ferizaj? Vesh që më dalë më shëtit. Bravo, vjen shpesh, Denis? Jo. A shëtit në për venet ndryshme të Kosovës? Varet është. Jeton Prizren, Denis? Jo. Ku jeton? Jashtë, nuk jam me një vend, për nejna për shtetet ndryshme. Okej, Denis, pyetën e pata për zgjedhjet e tash që do të na vinë zgjedhjet lokale, po ne nuk po e bëj këtë pyetje ma, sepse rapi masi ti nuk jeton. Çka kishe ndru ose çka kishe pru pi vende të ndryshme në Kosovë? Drejt me të kalzu, Kosova më duket perfekt. Ke po shumë shtete. Po. Çka ka Kosova që tjera shtete se kanë edhe çka kanë tjera shtete që Kosova që kishe dasht me pas Kosova? Kosova, popullin e kem, që me thonë që e dojnë njëri tjetrin. Okej. Në për shtetet tjera nuk e kanë. Janë njerëz ma të ftoftë. Ne jemi njerëz ma të nxehtë, Jo ma të nxehtë, ma nxehtë ka po zoti vetë. Jemi njerëz ma mikë prica. Okej. Për me qua ndajna në esencë, për me prunë Kosovë, perfekt jem. Perfekt jena. Tash ka nevoj për shembull do të ndërtesa, do se në mu zbukuru qytetet. Po e vërtet, ha. Amo, ka dole bane edhe ato. So shtete Denisi deri sot I ka pa ose I ka vizitu? Përfësisht një 10 në shti. 10. Pi qatën dhe 10 shtetev, kur gjo s'ke pa të mirë, ma të mirë se Kosovën? Jo. Për popull po foli, popull ma të mirë s'ka. Denisi është I martu? Jo. S'është I martu? Jo. Denis, qysh do të më ka një femën ideale për ty? E meshme, si konate që po thot vëllau. Allah me të kja? Me gruën e ti. A ka kunata anaj motër, anaj qikë të motërës? S'kesh. A kish na I shoqe? Ka. Okej, ani, do të me bo diska, gjithë qysh Denis do të me bo. Denis, qysh do të më ka nusja ideale për ty? Më ka një meshme, e bukur për normale, apo dijet, amo vesh në kry do të me pas kërgjë tjetër. A e kishe marri nusja nëse të kishta nusja s'po du me jetu me vjeri? Jo. Ka shpi do bre që të vjera be, zoti bre I vrat për nuse. Qëre tash, mase... Vëllaj le ti vras. Mase... Po më donë mu që më ka bo nëna eme, pëse mës me dash nënën teme, ose babën tem që më ka bo mu. Po nëse nusja thot unë ty du, po nënës më ta du. Po qysh mundesh mës me dash nënën për shembull. Po thot s'po du vëlla, po du më kanë vesh me ty rahat, kje plak shka po më vyn. E kap derën, jo, kalofsh bukur. Seriozisht? Jo, më po nënën teme se ja për kërkon. Bravo të koft. Jo, më as babën. Bravo të koft. Se zakonisht po folum, na shqiptarët jem nana, mo edhe baba është. Baba lu në rëllëtman E familje. vërtet, o. Denis, inshallah na tham, inshallah e gjani nuse që shdon ti. Inshallah. Po qka ban nana mës më ta desh një nuse? Që ta shti nusja s'po ta dë nanën? Bo, veç nësë s'dana jo vetë me dash. Për nana nëse për të nana thot... tjera nuk e di. A ka qik të mirë për djallë s'ka? Ka qikat mira sa dush. Nanës nuk ju do këtë kërkosh se e vladi vetë është yll. Motër s'kam kështu që ajo grua që të nuse që më bëhat e eme, gruja eme që bëhat, ajo ka me dash nëna eme si qikën e vetë. Ja tha e du nusën e vlavitan sa me ema. Ja. Bravo, Denis. S'na ka do, për shembull mua dhe vllaun, pse me do rejat. Bravo. Po thamë si nana eme s'ka. Po mujt me gjetë një nuse si nana eme. Ja, valla, nusën si nana së në gjanë kur. Jo, valla, veç edhe shka po të thamë. Edhe nuse, me djetë që komë ta desh nanën, o pasha zotin korja. E shumë. Zot bona bje. Amo ta respektu nanën. Takohëm prap edhe... Kina mu taku, inshallah mërzot, kina mu taku. Nësë është ashtu që po thu ti edhe në komentar s'ga dorë. Jo, nusja s'ta do nanën. Kur njet, s'ka nuse që e do vjerën, që e respekton, okej, a që e dën, vallahi nuk duhet. Kur e respekton edhe e dën. Ose dën, vallahi thot e respekton veç për hatët burit, se për ndryshe, si s'du mja pa. A thujnë që shto? S'kam shka me i bon, nëse s'kam shka me i bon.
bile respekt me pas për ta. Bravo. Faleminderit. Trujt Zoti, inshallah e gjon që bën ti. E ju të dashur miq, faleminderit shumë. E ju të dashur miq, rrini me neve sepse gjonat e mira i sillën veç na Pejferizojt. Shkojna me dika tjetër se çfarë do të bëjna dhe çfarë do t'ju informojmë juve. Kosova Info ju informon për çdo gjë.